Ndalemi tek një artikull i cili është publikuar së fundmi në Forbes, i cili vën në dukje se gjenerata Z po ndryshon rrënjësisht mënyrën se si funksionojnë vendet e punës. Brezi që është rritur me teknologjinë, inteligjencën artificiale dhe rrjetet sociale nuk kërkon më thjesht një vend pune, por një ambient ku ndihet i vlerësuar, i dëgjuar dhe ku puna ka kuptim. Sipas artikullit, për gjeneratën Z, prioritet nuk është vetëm paga, por është balanca mes jetës personale dhe punës, fleksibiliteti, kujdesi për shëndetin mendor që është po ashtu shumë e rëndësishme dhe ndikimin pozitiv që kompania ka në shoqëri. Një gjenerat e cila po i shtyn kompanitë të ndryshojnë stilin e menaxhimit, mënyrën e komunikimit dhe kulturën organizative, duke sjellë një realitet të ri në tregun e punës. Por cila është situata në Shqipëri parë nga një e re sipërmarrëse dhe një menaxhere e marketingut digjital. Të gjitha këto besoj e bëjnë Fationa Muratin, njeriu e duhur për t'i kthyer përgjigje pyetjeve tona lidhur me këtë analizë që ne e shohim të publikuar në prestigjiozen Forbes. Fationa, mirëmëngjes, mirë se erdha. Mirëmëngjes, kënaqësi ta nis ditën me ju. Së pari, sa ndikim ka sot teknologjia dhe inteligjenca artificiale në pritshmëritë që gjenerata Z ka ndaj një vendi pune? Tani, gjenerata Z, ne, jemi lindur ose kemi rrugtimin tonë e kemi me pjesën digjitale. Pra, ne kemi marrë informacion në kohë reale, jemi shumë të lidhur me teknologjinë, jemi shumë të lidhur me inteligjencën artificiale, jemi të parët që bëjmë këto trendet edhe i ndjekim këto trendet. Pra, do thoja që duke u lindur ose duke u rritur në këtë periudhë, domethënë ku teknologjia është aty gjithmonë, edhe në kompanitë që duam të punojmë ose duam të aplikojmë dhe të kemi atë të nisim karrierën tonë, presim që gjërat bazike të paktën t'i kenë. Pra, nuk mund të shkojmë në një kompani që nuk e ka konceptin e inteligjencës artificiale ose nuk ka akoma proceset e automatizuara ose më duhet të ndërpres këtu. Çfarë është bazike në këtë kohë për teknologjinë? Se është një kohë në të cilën zhvillimet vinë ditë pas dite. Diçka që ne e kemi imagjinuar si të paprekshme vite më parë, sot është pjesë e integruar e punës sonë të përditshme. Pra, duket sikur edhe teknologjia nuk të lejon që ti të qëndrosh vetëm tek bazike. Unë mendoj që kjo është dhe dinamika dhe problemi që ka tregu këtu në Shqipëri. Pra, janë këto zhvillime teknologjike shumë të shpejta, që vetëm vazhdojnë dhe dalin informacione të reja, mënyra të reja, procese të reja. Nëse përmenda më lart pjesën e proceseve të automatizuara, që nëse do e krahasojmë me vendet europiane janë shumë avangard, janë shumë më përpara. Në Shqipëri ke akoma kompani që nuk i përdorin këto sisteme dhe vazhdojnë akoma mbajnë të dhënat e klientëve në për Excel-e, në për raporte që janë të bëra me dorë. Domethënë, imagjino në ditët e sotme në një kompani shqiptare, domethënë ku mund të kesh këtë aplikacion, këtë CRM, pra që ajo të lehtëson shumë punë, domethënë nuk ke nevojë të bësh gjëra të përsëritura, ti vazhdon dhe akoma mban Excel, raporte, gjëra që të lodhin, të mundojnë dhe një Gen Z që është mësuar me këtë pjesën e inteligjencës artificiale, është mësuar që ti bëj gjërat shpejt, pra të kursej dhe kohën e vet, nuk e shikon si thua këtë kompani adapte për të shkuar për të punuar aty. Ti çfarë vëre unë, Fationa, që gjenerata Z, të cilës edhe unë dhe ti i përkasim, duket se ka një tendencë që t'ja thjeshtësoj punën vetes dhe jo domosdoshmërisht ta bind veten se të punosh shumë do të thotë lodhesh. Ka një këndvështrim tërësisht tjetër. Jo, të punosh shumë do të thotë të jesh produktiv dhe të nxjerrësh diçka nga ajo ditë. Në mos diçka financiare, të paktën të nxjerrësh diçka të cilën e ke mësuar, po themi të re gjatë asaj dite. Si e ndjen këtë ndryshuar ky këndvështrim? Tani, në qoftë se brezat më përpara kanë punuar vetëm për të jetuar, do thoja që Gen Z-ja po kërkon më shumë përveç pjesë të bërit pra këto elementet ose këto detyrat në një afat do që t'japi rezultate. Pra e lidh më shumë me pjesën e zhvillimit personal, me atë ambicin që ka për veten e vet dhe jo si thua për pjesën për të arritur disa pozicione ose për të punuar si thua në atë 8 orashin, por kur nuk ke asgjë për të bërë, pse duhet të rri më gjatë. Pra ata janë më fleksibël, kërkojnë fleksibilitet nga këto kompani që
të kenë mundësi të punojnë kur kanë mundësi, sepse ne vim nga periudha e pandemisë. Unë do marrë shembullin tim personal që qëlloj protesta, vitin e parë shkollës lartë, pastaj qëlloj tërmeti, pastaj pandemia, domethënë ne çdo gjë e kemi bërë remote, çdo gjë e kemi bërë me anë të kompjuterit, e kemi bërë nëpër ambiente, nëpër shtëpi apo nëpër zyra dhe kjo ka qenë mënyra që ne kemi punuar. Ishte i transformim shumë shpejt, se vim të dyja, edhe unë dhe Fationa vim të dyja nga e njëjta periudhë, vim bashkëfushatare, me sa duket edhe ishte një transformim shumë shpejt, pra ti kalove nga një jetë plotësisht e lirë dhe sociale dhe e drejt për drejt tek një jetë teknologjike krejt në mënyrë të papritur. Dhe kjo padyshim që një lloj forme të detyron që të ecësh në ato hapa që ti do t'i përmendësh, besoj, dhe mund na tregosh nga eksperienca jote personale se si ndodhi e gjitha. Dhe ishte kjo mënyra pra që ne ishim online gjithë kohës. Tani edhe puna vetë kërkoj që të bëj online. Pastaj shkojmë në këto kompani që kanë atë pjesën që t'jesh 9-5, t'jesh gjithë kohës aty, edhe nëse nuk e gjëra për të bërë, duhet t'jesh aty për të performuar. Kanë problem këtë pjesën e situash komunikimit që janë shumë formal, kanë atë situash piramide nga lart poshtë, po ne për shkak të kësaj transformimi, për shkak të këtij zhvillimi, na pëlqejnë gjërat të kemi në nivel, domethënë situash timi paralel dhe nuk na pëlqen komunikimi formal, nuk na pëlqen presioni, nuk na pëlqen të jemi gjatë gjithë kohës të kontrolluar. Kemi qejf që na besoni diçka, na jepni hapësirën e duhur, autonominë e duhur edhe ne të krijojmë. Domethënë jo thjesht të punojmë në atë presionin për të bërë disa gjëra që duhen bërë, ose unë kam vënë re nëpër kompani dhe nga eksperienca ime personale që menaxherët kanë një stil të vjetër menaxhimi, akoma nuk janë updateuar me stile të reja ose me teknikat për të trajnuar. Unë nuk po them që Gen Z-a domethënë është më e mira ose duhet domethënë që të përshtatet e Po është ardhmja, është ardhmja. Domethënë këto kompani, këto menaxherë duhet përshtaten me stilin e tyre sepse çfarë njerëz do punojnë. Do punësojnë ata që vinë nga Afrika, që vinë nga vende të ndryshme, që ikin natën, që nuk njoftojnë, që nuk e ke besimin që a do i kesh në punë nesër pas nesër, do merresh vetëm me AI agent, po jo të gjitha fushat ka nevojë për AI agent. Pra, jo të gjitha si thua pozicionet e punës mund të mbarojnë kollaj ose mund të kenë pjesën e inteligjencë artificiale, duhet akoma pjesa e komunikimit, pjesa e marketingut, flas edhe për fushën time, ka akoma nevojë për kreativitet, ka akoma nevojë për ato video storytelling, për atë autenticitetin që për të sjellë gjenerata jonë. Që se do bëja një krahasim më përpara dhe tani, duke filluar nga 2020 e mbrapa, aty ka marrë hov kjo që quhet creator economy, që do me thënë, nëse më përpara, ishte YouTube, ekzistonin blogerët në YouTube, në Instagram e tjerë, gjatë kësaj periudhe, pra nga 2020 e mbrapa, shohim që u futën këto mikroinfluencerët, do me thënë, Gen Z creators janë akoma më produktive, akoma më kreativ dhe kanë sjellë të mënyrën e të bërit marketing ndryshe. Pra kanë sjellë këto videot që janë storytelling, këto video që janë më të prekshme, më reale dhe nuk janë tek ai marketingu tradicional që si thuash tani kohët e fundit, nëse unë shikoj një video, nuk tërhiqem nga ajo reklama, si thuash që e kam parë disa herë ose ajo reklama që është bërë klishe tashmë, po më intereson një histori personale, më intereson se si e ke përdorur ti produktin që unë dua të blej, më intereson domethënë çfarë fshihet mbas asaj gjëje, jo thjesht vetëm një reklam. Domethënë janë shumë të ndjeshëm ndaj manipulimeve do thoja dhe ndaj gjithë ndoshta zhvillimeve që mund të ndodhin. Kuptojnë, domethënë intuita jon është shumë lart krahasuar si thua me pjesën e gjeneratës më përpara. Dhe ka ardhur momenti që të përshtaten, ka ardhur momenti që kompanitë të ndryshojnë mënyrën se si e bëjnë branding dhe mënyrën se si e marketojnë produktin apo shërbimin e tyre. Po themi fillimet e para të një ndryshimi, a duket se është duke ndodhur, pra kompanitë po besojnë ndoshta suksesin e tyre tek gjenerata Z për shkak se ata kanë raportin më të ngushtë me teknologjinë e me përdorimin e inteligjencës artificiale dhe përdorimin e rrjeteve sociale. Padyshim përtej çdo ankesë që ne kemi se mund të kalojnë shumë kohë aty edhe kjo është e dëmshme, nga ana tjetër nëse përdoret për punë është një e mirë e madhe që i bëjnë jo vetëm vetes për zhvillim personal, por edhe kompanisë në të cilën punojnë. Po
I ka kthyer në çelësin e suksesit çdo kompani gjeneratën Z për shkak të aftësive teknologjike? Kanë filluar ta bëjnë. Nëse vëre nëpër Instagram dhe TikTok shohim më shpesh fytyra të reja, më shpesh Gen Z, dhe ja kanë besuar si thua pjesën e marketingut, kreativitetit komplet atyre për shkak të këtyre zhvillimeve që këto janë më të updateuar, më të aftësuar, si thua në përdorimin e këtyre trendeve, në editimin e këtyre videove. Ne kemi diskutuar dhe në një temë tjetër më përpara bashkë që Gen Z është shumë e talentuar në krijimin dhe në editimin e videove. Do të thënë kjo është një, si thua, hap shumë i madh ose është një gjë shumë pozitive dhe unë vetë personalisht te kompania ku punoj përveç agjencisë së marketingut që kam, është besuar komplet departamenti i marketingut. Kjo tregon që ata po m'japin mua mundësinë dhe më kanë lënë mundësinë që unë të tregoj veten time në këtë fushë që unë jam goxha informuar, kam 8 vite që merren, kam punuar me aplikacione të ndryshme, kam tentuar me inteligjencën artificiale dhe këto gjëra kanë dhënë rezultat. Se në momentin që nuk ke rezultat, aty pastaj fillojnë problematika të tjera dhe thonë, ok, po prit. Por ato po shohin rezultat dhe mendoj tani kompanitë po mësojnë nga njëra tjetra, prandaj nëse në TikTok shohim që një kompani ka nxjerrë si imazh si fytyrë një djalë të ri ose një vajzë të re që ai po performon, po bëhet virale, di si tani si video, di si ti bëj hooket, ka pak nevojë për pjesën e mesazhit, pra që të induktohet ose të jepet nga ana ndoshta e sipërmarrësit ose një menaxheri ose një personi që është që e njeh më mirë biznesin fushën, patjetër, por që janë ne dim këto strategjit, hooket që ti i përmende që një gjë e vogël për të rreshur vëmendjen e publikut dhe pastaj ti i shpjegon por është ajo pjesa, si thua, e vlerësimit. Edhe nga një studim që po lexoja, ishin marrë në studim diku tek 2600 të rinj Gen Z të gjeneratës Z, dhe nga këto diku tek 2/3, pra 67%, thonin që nëse kompania i vlerësonte, ata kanë më shumë mundësi që të jetojnë ose të rinë më gjatë në punë. Dhe gjithashtu krahasuar ndoshta me pritshmërinë që mund të ketë pasur brezi para nesh, studimi thoshte që në qoftë se vlerat e një kompanie lidhen më shumë me pjesën e karakterit, me pjesën se çfarë unë si Fationa për shembull dua të shoh tek ajo kompani, unë vlerësoj më shumë këtë gjë, pra vlerat e asaj kompanie, si është brand voice, si komunikon, si e ka pjesën e lidhjes me audiencën, më shumë se sa CEO-n e asaj kompanie. Do të thënë kjo është diçka që ta mendosh brezat më përpara më shumë duan atë pjesën e karrierës, duan më shumë pjesën e pozicionit. Unë e kam hasur vetë dhe e kam ndier vetë këtë presionin që kanë frikë se mos i marrin vendin e punës, por në fakt Gen Z nuk është fare fokusuar për të marrë atë pozicionin, sesa për të dhënë rezultat, edhe për të qenë më drejt për drejt, të komunikojë edhe të vlerësohet. Dhe janë këto përplasjet mes brezave do të ekzistojnë gjithmonë. Fationa, kanë ekzistuar dhe besoj do vazhdojnë bashkë me njerëzimin. Po nga ana tjetër, si Gen Z besoj mund të japësh një përgjigje edhe për këtë. A jemi ne më të prirur që edhe kur zgjedhim punën, pra nëse jemi duke aplikuar për një vend pune, jemi më të prirur të shkojmë drejt një kompanie apo një shërbimi të caktuar që ka një vend vakant pune dhe ka një performancë më të mirë në rrjetet sociale. Pra, një kompani e vogël me një kompani me një prezencë të fortë në rrjetet sociale, a synojmë ne te kjo? E dyta për shkak të dashamirësisë që kemi kundrejt, ose për shkak të njohjes që kemi ndaj asaj çfarë sjell teknologjia për një biznes. Është e vërtet, sepse siç e thash edhe pak më lart, ne duam të jemi aligned ose të kemi domethënë ato vlera dhe ato karakteristika që kemi ne tonat, duam që të shohim vetë kompania dhe sa më i fortë të jesh, si thua, ose prezent në rrjetet sociale, ti e tregon, si thua, që unë po e përdor teknologjinë, unë jam pranë Gen Z, unë jam pranë këtyre trendeve që janë të nevojshme për të qenë aty ku duhet, për të vënë re nga audienca që të ndjek, dhe kjo, si thua, e ka transformuar mënyrën se si kompanitë po bëjnë marketingun ose se si e perceptojnë pjesën. Dhe është shumë e rëndësishme pjesa e rrjeteve sociale. Unë do shkoja te një faqe që ka më shumë followers, që e ka të ngritur, ka një audiencë të mirë që e ndjek, komenton, sepse tregon që ajo realisht po punon edhe me Gen Z. E vërtet, dhe duket sikur jo vetëm në rastin e punës që unë e marr si shembull, por kurdoherë ti ke një lloj prirjeje që të besosh më shumë ndaj një shërbimi i cili të paraqiten mirë me shifra në rrjetet sociale, pra ose ka një marketing argëtues, ka arritur
të ndërtoj një brand të tij dhe t'ja dalë në këtë botën e egër të rrjeteve sociale, mendoj nuk e di ma konfirmon apo jo. Patjetër. Se është bërë pak botë e egër edhe kjo. Është luftë. Është luftë për algoritmin. Po, patjetër. Dhe madje për të arritur dhe për të qenë prezent për atë luftë, ne shohim që ndonjëherë lën pas pak ato vlerat kryesore ose ato principet kryesore thjesht për të qenë viral, për të qenë aty dhe për të konkuruar ndoshta me biznesin që e kanë konkurrent ose që e kanë përballë. Domethënë, kjo pjesa e like-ve, komenteve është një luftë që do ekzistojë gjithmonë dhe do jetë e pranishme. Dhe pranishme, por mos harrojmë qëllimin, sepse ndonjëherë mua më duket Fatjona sikur harrohet qëllimi, pra ti bën një lloj konkurrence me tjetrin për klikime, por jo gjithmonë, patjetër prezenca jote është shumë më e mirë online, por jo gjithmonë, besoj ti mund ma konfirmosh këtë, shikimet të kthehen realisht në përfitime dhe klient potencial. Kështu që edhe ca rregulla etike kam përshtypjen duhet të ndiqen kur e bën këtë tranzicionin tonë në botën teknologjike. Jam dakord me atë që thua, domethënë gjithmonë ne duhet të jemi si thua pjesë e këtyre trendeve, por pa harruar cilat janë vlerat e kompanisë, cili është qëllimi jon. Për shembull, mund t'jap një shembull që jo çdo faqe, jo çdo biznes mund të funksionojë pjesa e të pasurit një brand ambasador ose të pasur një imazh, sepse kompani të ndryshme zgjedhin forma të ndryshme marketingu, strategji të ndryshme funksionojnë ndryshe në biznese të ndryshme. Pra, kjo pjesa se si duhet ta bësh pozicionimin varet nga shumë faktorë dhe ti duhet të shikosh historikun e kompanisë tënde, çfarë audienca pëlqen më së shumti. Pra, duhet bëhet kjo analiza e të dhënave që ti të kuptosh çfarë pëlqen, kur e pëlqen, si e pëlqen, që të arrish të konkurosh dhe të jesh i drejtë dhe të mos kesh këtë luftën e egër dhe të mos humbasësh qëllimin e biznesit ose kompanisë që zotron. E drejt. Tani një pyetje të fundit, duke parë ritmin e zhvillimit të teknologjisë, si imagjinon vendin e punës pas 5 apo 10 vitesh në ndikimin e kësaj gjenerate të cilës ne i përkasim? Unë mendoj se do reflektojnë, mendoj se kompanitë do jenë më fleksibël për sa i përket Gen Z-s, do heqin ato stilet e menaxhimit të vjetra ose ato nivelet nga lart poshtë, domethënë do komunikojnë më shumë dhe besoj do fillojnë të adresojnë problemet që ka Gen Z-a ose ato punonjësit që kanë aty në mënyrë që t'i mbajnë, sepse e thash dhe më lart, çfarë do punësojnë ose çfarë njerëzish do kenë në punë, nëse nuk është Gen Z-a. Gen Z-a pra është ajo fuqia që duhet ta thithin, duhet ta tërheqin, duhet i bëjnë trajnime në mënyrë të vazhdueshme për këto ndryshime teknologjike që po bëhen, duhet i mbajnë afër, domethënë duhet jetë ajo si thash pjesa e komunikimit. Unë jam gjithmonë për një leadership të drejtë dhe emocional. Pra ti ta dëgjosh, jo thjesht ta paragjykosh, se ne kemi pjesën të paktën nga eksperienca ime personale që kanë tendencën të paragjykojnë, të na thonë që ne jemi si fëmijë që nuk duam të punojmë, nuk kemi dëshirë të rritemi, por në fakt është komplet e kundërta. Pra thjesht duhet të heqin të pjesën e paragjykimit, të ulen, të na dëgjojnë më shumë dhe ne nëse kemi qartësi për punën që bëjmë dhe nëse ju bizneset, pra kompania na thotë që ne kemi këtë vizion, duam të arrijmë këtë qëllime dhe kjo është detyra jote, atëherë po. Jemi gati, jemi të hapur, do bëjmë detyrën tonë. Fatjona, unë të falenderoj për bisedën, edhe le të shpresojmë që kjo ka shërbyer si një reflektim qoftë për Gen Z, qoftë edhe për ata të cilët kanë biznese dhe kanë aty në mesin e punonjësve edhe ata që i përkasin gjeneratës Z që shpeshherë i gjykojmë pa të drejtë. E vërtet. Faleminderit.